Në Kosovë, policia tha se ka arrestuar 11 persona në lidhje me dyshimet për keqpërdorime në procesin e privatizimit. Arrestimet janë pjesë e hetimeve kundër 17 personave në mesin e të cilëve edhe një deputet i Parlamentit të Kosovës, që ishte një nga drejtuesit e Agjencisë së Privatizimit, e cila administron me ndërmarrjet shoqërore në Kosovë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. 11 persona u arrestuan të mërkurën në ndyshimet për përfshirjen në korrupsion. Policia tha se gjatë një operacioni në shkallë të gjerë që u zhvillua në 5 vende të ndryshme, u arrestuan 11 zyrtarë të Agjencisë së Privatizimit në ndyshimet se kanë kryer vepra penale të keqpërdorimit të pozites zyrtare, mashtrimit në detyrë dhe keqpërdorimit të autorizimeve ekonomike. Të arrestuar është caktuar masa e parëburgimit 48 orësh. Operacioni pasoi hetime disa muajshe të lidhura me privatizimin e një fabrike për prodhimin e armaturave në Podujevë rreth 40 km në veri të Prishtinës. Në këtë hetim janë përfshirë 17 persona, në mesin e cilëve edhe Naser Osmani, deputeti i Lidhjes Demokratike në Parlamentin e Kosovës, që ishte antar i Këshillit Drejtues të Agjencisë së Privatizimit. Policia tha se ka një urdhër arresti ndaj tij, me që nuk është gjetur në adresën e kërkuar, por Lidhja Demokratike e Kosovës njoftoi se zoti Osmani, që ndodhej jashtë vendit, po kthehet për të paraqitur në polici, i gatshëm të përballet me dyshimet që hidhen ndaj tij. Në mesin e të dyshuarve ka dhe emra të zyrtarëve ndërkombëtar të kësaj agjencie. Në Agjencinë e Privatizimit nuk kanë bërë ndonjë koment në pritje të hollësive mbi dyshimet që bien mbi të arrestuarit. Agjencia e Privatizimit është administratori vetëm i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Ajo u themelua pas luftës nga misioni i Kombeve të Bashkuara me emrin Agjencia e Mirëbesimit për të shndërruar në Agjencitë e Privatizimit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Privatizimi, një proces i ndërlikuar dhe për shkak të trashëgimisë politike i filluar pak pas luftës në Kosovë, vazhdimisht kanë nxitur debate posaçërisht rreth privatizimit të ndërmarrjeve të mëdha e fitimprurëse në vend. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.